Udhëtimet me avion drejt vendlindjes mund të bëhen më të lehta, më të lira dhe me më pak stres për miliona mërgjimtar. Parlamenti Evropian është duke shqyrtuar një reformë të madhe për të drejtat e pasagjerëve, e cila sjell risi mjaft pozitive për diasporën që udhëton shpesh për të vizituar familjarët, veçanërisht gjatë pushimeve. Çantat e dorës dhe laptopët falas dhe pa pagesa. Një nga lajmet më të mira për mërgjimtarët që udhëtojnë shpesh me kompani dhe kosto të ulët është rregullimi i çështjes së bagazhit. Propozohet që çdo pasagjer të ketë të drejtë të marrë një çantë shpine, laptop dhe një bagazh dore kabine pa asnjë pagesë shtesë. Reforma parashet që fëmijët deri në moshën 14 vjeçare ta kenë të garantuar ulsen pranë prindërve të tyre, duke i dhënë fund praktikës së kompanive që kërkojnë pagesa shtesë vetëm që fëmia të qëndrojë bashkë gjatë gjithë udhëtimit. Nëse fluturimi juaj vonohet, ju takon dëm shpërblim prej 250 deri në 600 euro, varësisht nga gjatësia e relacionit. Parlamenti Evropian po insiston që ky rregull të mbetet në fuqi pas 3 orë vonese.